Sot në Kosovë, si gjithmonë, zgjedhjet trajtohen dhe janë fest. Ditë e mirë, mëngjes e mirë, le të shpresojmë se do të jetë dhe një proces i mbarë i mirë, siç ka ditur gjithherë populli i Kosovës të sillet në procese zgjedhore. Pra, sot është dita kur vendimarrja kthehet qytetarit sovranit, siç duhet të jetë gjithherë, dhe kështu vendoset fati i qyteteve tona, komunave tona për 4 vite të ardhshme. Jam i lumtur për nivelin demokratik që si shoqëri tregojmë gjithherë në procese zgjedhore. Disa çështje shpeshherë po i marrim si të mirëqena, por më besoni se në standardet e Ballkanit Perëndimor, besë të Evropës, mënyra se si organizojmë zgjedhjet, si dalim në mënyrë festive, si i pranojmë rezultatet, e si e trajtojmë procesin zgjedhor është mrekulli e veçantë demokratike, me cilën populli i Kosovës duhet të krenohet dhe për cilën e uroj. Duam veçanërisht sot t'ju uroj të gjithë komisionerët, vëzhguesit, prokurorinë, policinë e Kosovës që kujdesen që ky proces të jetë i mbarë dhe i mirë. Dua t'ju falenderoj juve, mediave që vazhdimisht i jepni dritare të informimit qytetarëve të Kosovës, po e themi fest është sot, fest do të jetë data e 9 nëntorit edhe sonte, në mbrëmje kur të përfundon procesi votimit.